Dhe zhvillimet kryesore ju ftoi të ndiqnin për shumë të rinj hyrja në tregun e punës është kthyer në një proces të zgjatur tranzicioni midis praktikave, kontratave të përkohshme dhe punëve me rotacion të lartë. Qytetarët paguan afro 75 milionë euro tatim nga shitja e pasurive të paluajtshme gjatë vitit 2025, në raport me 2024 u arkëtuan 20 milionë euro më shumë. Cilësia e kredisë në valutë të pambrojtur nga kursi i këmbimit u përmirësua në gjysmën e dytë të vitit 2025, ndërsa pesha në portofolin total të huaz vijoi të bjerë. Kredia konsumatore për individët është rritur ndjeshëm në 3 mujorin e parë të 2026, duke shënuar zgjerim në të gjitha qarqet. Ju përshëndes, do t'jemi bashkë me lajmet orës 15 këtu në Skan Televizion. Të dhënat nga Instat tregojnë se rreth 57% të punësuarve në vendin tonë bëjnë punë të cilat mund të klasifikohen si punë krau, pra ndërtim, bujqësi apo industri përpunuese dhe nxjerrëse, e shprehur në shifra nga rreth 1.17 milion të punësuar, afërsisht 672.000 punojnë në sektor që mund të klasifikohen si punë krau. Të dhënat nga Instat tregojnë se rreth 57% të punësuarve në Shqipëri janë të angazhuar në sektor që lidhen kryesisht me punën fizike, ose siç njihen ndryshe punë krau. Në këtë grupim përfshihen bujqësia, prodhimi, ndërtimi, industria nxjerrëse, energjia, gazi dhe furnizimi me ujë. Së bashku këta sektor përfaqësojnë 57% të punësimit gjithsej, që do thotë se më shumë se 1 në 2 punësuar në vend punon në sektor ku forca fizike mbetet ende një komponent i rëndësishëm i punës. Peshën më të madhe e mban bujqësia, ku janë përqendruar 36.7% të punësuarve dhe pastaj vjen prodhimi me 10.1%, ndërsa ndërtimi zë 7.9% të punësimit. Nga ana tjetër, rreth 2.4% janë të angazhuar në industrinë nxjerrëse, energji, gaz dhe furnizim me ujë. E përkthyer në numra, nga rreth 1.17 milion të punësuar në vend, afërsisht 672.000 persona punojnë në sektor që mund të klasifikohen si punë krau. Ndërkohë, krahas sektorëve që lidhen drejt për drejt me punën fizike, një pjesë e konsiderueshme të punësuarve janë të përqendruar në sektorin e shërbimeve. Të dhënat tregojnë se 42.8% të punësuarve janë të angazhuar në aktivitetet e lidhura me shërbimet, duke e bërë këtë sektorin me peshën më të madhe në strukturën e punësimit. Megjithatë, kjo llogaritje duhet lexuar me kujdes. Jo çdo vend pune brenda këtyre sektorëve është domosdoshmërisht punë fizike, pasi brenda tyre ka edhe pozicione administrative, teknike apo menaxheriale, por në tërësi, struktura tregon se ekonomia shqiptare vijon të mbështetet fort te sektorët tradicional dhe te forca e kraut. Interesi për punësimin në administratën publike është rritur për gjatë vitit 2025, ndërsa dorëheqjet, lirimet dhe masat disiplinore kanë shënuar rënje të ndjeshme, referuar raportit vjetor të Departamentit të Administratës Publike për një pozicion pune, ka pasur 20 aplikime. Departamenti i Administratës Publike ka publikuar raportin vjetor për vitin 2025, ku evidentohet një rritje e interesit për punësimin në administratën publike, si edhe një përmirësim i qëndrueshmërisë dhe profesionalizmit të shërbimit civil. Sipas raportit, numri mesatar i aplikantëve për çdo pozicion pune arriti në 20 gjatë vitit 2025 nga 17.55 që ishte në 2024, ndërsa për procedurën e pranimit në shërbimin civil, mesatari i aplikantëve për pozicionin u rrit në 23.4, krahasuar me 20.3 të një viti më parë. Departamenti i Administratës Publike vlerëson se ky rezultat lidhet me konsolidimin e procesit të rekrutimit, përmes masave për thjeshtimin e procedurave dhe rritjen e transparencës, duke përdorur portalin online të rekrutimit, publikimin e materialeve orientuese në faqen zyrtare, si dhe pjesëmarrjen në panajiret e punës. Raporti tregon gjithashtu një rënje të ndjeshme të dorëheqjeve dhe lirimeve nga shërbimi civil. Gjatë 2025-s janë regjistruar 113 dorëheqje, ose 19.3% më pak krahasuar me 2024, kur numri ishte 140, ndërkohë lirimet ranë në 32.8% nga 396 në 266 raste. Edhe në aspektin disiplinor është shënuar përmirësim. Krahasuar me vitin 2024, masat disiplinore të gjitha llojeve janë ulur me 33.3%, ndërsa masat largim nga shërbimi civil kanë rënë në 35.7%. Po ashtu, masat për pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë janë reduktuar në 20%. Sipas Departamentit të Administratës Publike,
Këto tregues reflektojnë rritjen e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në punësve civil, si dhe forcimin e atraktivitetit të administratës publike. Një tjetër tregues pozitiv mbetet niveli i zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, ku indikatori për periudhën 2013-2025 ka arritur në 85.76%, duke reflektuar një nivel të lartë dhe të qëndrueshëm të respektimit të vendimeve gjyqësore. Pavarësisht se ekonomia shqiptare po krijon më shumë vende pune formale dhe rinia ka rritur pjesëmarrjen në tregun e punës, ka një hendek midis kërkesave dhe mundësive që ofrohen nga kompanitë dhe kostot e jetesës që duhet të mbulojnë të punësuarit. Ekonomia shqiptare po krijon më shumë vende pune se një dekadë më parë, por shumë prej tyre mbeten të pasigurta, sezonale dhe me paga që nuk ndjekin ritmin e kostos së jetesës. Referuar të dhënave të Instat, papunësia e përgjithshme ka zbritur në rreth 8.1 deri në 8.3%, ndërsa papunësia e të rinjve 15 deri në 29 vjeç qëndron në rreth 15%, niveli më i ulët i dekadës së fundit, por shumë më i lartë se mesatarja kombëtare. Por sipas analizës së bërë nga Altax dhe pse panorama është pozitive në dukje, të rinjt sot përballen me një treg ku kërkohet eksperiencë që në hyrje, aftësi digjitale, gjuhë të huaja dhe fleksibilitet i lartë profesional. Për shumë të rinj, hyrja në tregun e punës është kthyer në një proces të zgjatur tranzicioni midis praktikave, kontratave të përkohshme dhe punëve me rotacion të lartë. Sipas analizës, kjo situatë krijon një fenomen të ri social ku të rinjt janë statistikisht të punësuar, por ekonomikisht mbeten të pasigurt. Rritja e kostove të jetesës në qytetet kryesore, sidomos në Tiranë, ka bërë që shumë të rinj, edhe pse punojnë, nuk arrin të kursejnë, të blejnë një banesë apo të krijojnë stabilitet afatgjatë. Sipas analizës, norma e punësimit të këtij rinj është rreth 46%, ndërsa gati gjysma e kësaj grup moshe mbetet jashtë tregut aktiv të punës, kryesisht për shkak të arsimimit dhe mungesës së mundësive reale. Analiza del në konkluzion se një nga dobësitë më të mëdha të ekonomisë shqiptare mbetet lidhja midis arsimit dhe tregut të punës, kjo për shkak se arsimi vazhdon të prodhojë më shumë diploma se sa aftësi praktike. Nga ana tjetër, informaliteti konsiderohet si fenomen që prek më së shumti të rinjt. Referuar analizës, edhe pse formalizimi i ekonomisë është rritur, puna informale mbetet shumë e përhapur tek të rinjt. Turizmi, tregtia, shërbimet dhe ndërtimi vazhdojnë të kenë kontrata të pasigurta, punësim sezonal dhe jashtë skemave të sigurimeve, duke krijuar mungesë stabiliteti afatgjatë. Nga ana tjetër, pagat e ulta që ofrohen për të rinjt në nisje të karrierës, duke mos u mbuluar kostot e jetesës, konsiderohen si një shtys i kësaj kategorie drejt emigrimit. Emigrimi vazhdon të mbetet zgjidhja më racionale për shumë të rinj, jo vetëm për pagat më të larta, por për më shumë siguri, meritokraci dhe mundësi zhvillimi. Analiza del në konkluzion se për të mbajtur forcën e re punëtore në Shqipëri, si një vlerë e shtuar për ekonominë dhe tregun e punës, nevojitet një sër masash që lidhen me arsimimin, sigurinë ekonomike, informalitetin, strehimin dhe në fund, rikthimin e besimit përmes meritokracisë, institucioneve funksionale dhe sigurisë ekonomike. Përgjatë 3 muajve të parë të vitit 2710 të rinj kanë përfituar nga formimi profesional gjatë këtij 3 mujori, duke shënuar një rritje me gati 24% krahasuar me një vit më parë. Ky zhvillim konsiderohet një tregues pozitiv për rritjen e interesit ndaj aftësimit dhe përmirësimit të kapaciteteve për tregun e punës. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka publikuar statistikat mbi formimin profesional për periudhën janar-mars 2026, duke evidentuar një rritje të pjesëmarrjes në këto programe. Sipas të dhënave nga AKPA, 2710 individ kanë përfituar nga formimi profesional gjatë këtij 3 mujori, duke shënuar një rritje për 24% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky zhvillim konsiderohet një tregues pozitiv për rritjen e interesit ndaj aftësimit dhe përmirësimit të kapaciteteve për tregun e punës. Nga ana tjetër, rezultatet tregojnë një përfshirje të gjerë të grupeve vulnerabël në këto programe. Konkretisht, 1595 përfitues janë të rinj deri në moshën 29 vjeç, ndërsa 1380 janë vajza dhe gra që kanë ndjekur kurse profesionale. Këto kurse synojnë jo vetëm pajisjen e pjesëmarrësve me njohuri teorike, por mbi të gjitha me aftësi praktike, të cilat rrisin më tej mundësitë për punësim afatgjatë. Po kështu, 378 pjesëmarrës i përkasin skemës së ndihmës ekonomike, shifra që tregojnë se programet e formimit profesional përshërbejnë si një mekanizëm për integrimin social dhe ekonomik të kësaj kategorie.
Gjithashtu, 100 pjesëtarë nga komuniteti rom dhe egjiptian ka marrë formim profesional, ndërsa 50 të tjerë janë persona me aftësi të kufizuara, duke reflektuar përpjekjet për përfshirje dhe barazi në aksesin dhe aftësimet profesional. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive thekson se qëllimi kryesor mbetet rritja e aftësive profesionale të qytetarëve dhe garantimi i mundësive të barabarta për një integrim të qëndrueshëm në tregun e punës. Qytetarët shqiptar kanë paguar afro 75 milion euro tatim nga shitja e pasurive të paluajtshme për gjatë vitit 2025. Në raport me 2024 janë arkëtuar 20 milion euro më shumë. Tregu i pronave është përballur me çmime në rritje të vazhdueshme gjatë vitit që lam pas, por nga ana tjetër, edhe në pritje të procesit të rivlerësimit, i cili hyri në fuqi gjatë 2026-s. Por pavarësisht ngërçit të rivlerësimit dhe rritjes së përgjithshme të çmimit të pronave, kryesisht në kryeqytet dhe Bregdet, vjet re një rritje e vlerës së transaksioneve të kryera dhe si rrjedhim, edhe tatimit të paguar nga ana e qytetarëve shqiptar për kalimin e pronësisë. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se të ardhurat e vjelura nga tatimi mbi shitjen e pasurisë së paluajtshme për gjatë vitit 2025 regjistrohen në rreth 7.5 miliard lek apo 75 milion euro, dhe në raport me vitin 2024 ka një rritje me 36% apo afro 20 milion euro. Me sa duket, qytetarët janë treguar të paduruar për të pritur procesin e rivlerësimit me 5%, i cili edhe pse pritet të hynte në fuqi vitin e kaluar, u shty dhe nisi nga zbatimi në muajin shkurt të këtij viti. Nga ana tjetër, rritja e çmimeve të referencës në kryeqytet, i cili mban edhe peshën më të lartë të transaksioneve, ka bërë që të thellohet diferenca midis vlerës së blerë të pronës dhe asaj të shitur, kryesisht për pronat e vjetra, dhe si rrjedhim tatimi të jetë më i lartë. Sipas ligjit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat, fitimi i kapitalit realizuar si rezultat i kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, ndërtesë, truall dhe tokë bujqësore, tatohet me normën 15%. Pra e thënë ndryshe, qytetarët shqiptar për çdo shitje të një banese, ambienti komercial apo pasurie të paluajtshme tokë, kanë paguar tatim 15% të diferencës ndërmjet vlerës në blerje të pasurisë dhe vlerës së saj në shitje, apo çmimit referencë dhe atij real në shitje. Nëse një apartament është bler apo rivlerësuar më herët në vlerën 50.000 euro dhe shitet në vlerën 100.000 euro, shitësi paguan 15% të diferencës prej 50.000 euro apo 7.500 euro. Ndërsa aktualisht është në fuqi ligji për rivlerësimin e pronave, ku qytetarët paguajnë 5% të diferencës midis vlerës së blerë dhe vlerës së re të rivlerësuar, çka u mundëson atyre që në rast të shitjes të paguajnë tatim shumë të ulët. Sipas Ministrisë së Financave, deri më tani janë regjistruar 9.500 aplikime për rivlerësimin e pronave dhe janë arkëtuar 30 milion euro të ardhura. Shqipëria nisi vitin 2026 me nivele të mira të besimit ekonomik, duke reflektuar një klim të balancuar. Në rajon dhe në Bashkimin Evropian, treguesi paraqet zhvillime të ndryshme, me disa vende që ruajnë optimizëm të lartë dhe të tjera që tregojnë më shumë kujdes. Besimi ekonomik në Shqipëri gjatë muajve të parë të vitit 2026 paraqitet i shëndrueshëm, megjithëse me disa luhatje të natyrshme që reflektojnë zhvillimet sezonale dhe pritshmëritë e bizneseve dhe konsumatorëve. Sipas të dhënave të Eurostat për Economic Sentiment Indicator, vendi e nis vitin me një nivel të lartë besimi për 106.3 pikësh në janar, duke vijuar me 102 pikë në shkurt dhe duke u rikthyer në 105.8 pikë në mars. Në prill, treguesi u pozicionua në 99.1 pikë, shumë pra nivelit neutral për 100 pikësh, ka tregon një klim të balancuar ekonomike. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria paraqitet në një pozicion konkurrues dhe në një linjë me zhvillimet e përgjithshme të Ballkanit. Malizi ruaj një nivel të qëndrueshëm mbi mesataren, duke arritur në 101.2 pikë në prill dhe duke reflektuar një klimë më optimiste. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut shfaq luhatjet më të theksuara, ndërsa Serbia mbetet më e qëndrueshme në një interval pak më të ulët. Në nivel evropian, të dhënat tregojnë një tendencë më të kujdesshme të besimit ekonomik. Mesatarja e Bashkimit Evropian ra gradualisht nga 99 pikë në janar në 93.5 pikë në prill, ndërsa eurozona ndoqi një trajektore të ngjashme, duke zbritur në 93 pikë. Kjo suri reflekton një klimë të rezervuar në të gjithë Europën e ndikuar nga faktorë të ndryshëm ekonomik dhe gjeopolitik, si për shembull lufta në lindjen e mesme që ka ngritur çmimet në disa vende. Nëse shihen ekstremet e treguesit për muajin prill, Malta kryeson me 107 pikë, e ndjekur nga Greqia dhe Kroacia, duke dëshmuar nivele të larta optimizmi ekonomik. Nga ana tjetër, Belgjika, Austria dhe Gjermania regjistrojnë nivele më të ulta.
duke reflektuar një klimë të përmbajtur në këto ekonomi. Në të rësi të dhëna tregojnë se Shqipëria po lëviz me të njëjtin linjë me zhvillimet rajonale dhe europiane, duke ruajtur një ekuilibër mes optimizmit dhe kujdesit në pritshmëritë ekonomike. Euro vion në rënje ndaj lekut dhe ka prekur nivelet më të ulta historike, duke bërë që ata që mbajnë kursime në euro të humbasin në këmbim, ndërsa ata që blenë euro të përfitojnë më shumë. Forcimi i lekut ndihmon importuesit, ul koston e borxhit publik dhe inflacionin, por dëmton eksportuesit dhe qytetarët me të ardhura në euro. Kursi i këmbimit vijon të jetë në favor të lekut, ndërsa euro ka prekur fundin, që për fillimit të vitit e deri më tani, moneda evropiane vetëm sa është ulur në raport me lekun. Të gjithë ata që zotërojnë euro dhe për arsye të ndryshme duhet i konvertojnë në lek, do të humbasin, pasi nëse më parë për 1 euro merrjen 120 lek, tashmë 1 euro kompet me 95 lek. Ndërsa ata që duan të konvertojnë lekun me euro përfitojnë më shumë sepse për 95 lek do të marrin 1 euro. E thënë me fjalë të tjera, për persona që i kanë të ardhurat e tyre në euro e domosdoshmërisht edhe shpenzimet në lek, pasi jetojnë në Shqipëri, ky kurs këmbimi nuk është as pak në favor. Kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë tregon se vija e kuqe prej 100 lekësh që ishte dikur, është thyer prej kohësh dhe vështirë se do të arrihet më. Më 24 prill euro do të arrinte nivelin më të ulët ndonjëherë, duke u kombyer për herë të parë me vetëm 95.50 lek. Pavarësisht se duke nisur nga marsi ka pasur lohatje të këmbimit të euros herë me 96 lek dhe herë me 95 lek, që prej datës 1 prill euro ka ngelur në nivelin e 95 lekëve. Banka e Shqipërisë ka vijuar të kryejë ndërhyrje në tregun valutor përmes ankandeve për blerjen e valutës. Për efekt sa të stabilizimit të kursit të këmbimit dhe sa të rritjes së rezervës valutore, Banka Jon Qendrore bleu rreth 1 miliard e 27 milion euro gjatë 2025-s. Aktorët që humbasin janë tashmë të njohur, bizneset eksportuese, si ato në industrinë fason apo bujqësi, që shpesh kanë ngritur zërin për pasojë që po sjell kursi i këmbimit në aktivitetin e tyre. Këto biznese fitojnë të ardhurar në euro nga prodhimi që dërgojnë për eksport, por shpenzimet i kanë në lek. Megjithatë, Banka e Shqipërisë e përdor forcimin e lekut si një nga mjetet për të mbajtur nën kontroll inflacionin. Importuesit, ata që blejnë mallra jashtë vendit, gjithashtu përfitojnë, pasi u duan më pak lek për të blerë të njëjtën sasi malli në euro. Nga ana tjetër, kur leku forcohet, kosto për të shlyer borxhin publik, shumica e të cilit është në monedë të huaj, ulet duke përmirësuar bilancin e shtetit. Edhe ata që kanë marrë një kredi në euro përfitojnë. Cilësia e kredisë në valutë të pambrojtur nga kursi i këmbimit u përmirësua në gjysmën e dytë të vitit 2025, ndërsa pesha e saj në portofolin total të huas vijoi të bjerë. Banka e Shqipërisë e vlerëson këtë si zhvillim pozitiv për mbrojtjen e huamarsve dhe stabilitetin bankar, edhe pse kërkohet kujdes për kredit në pasuri të paluajtshme. Cilësia e kredisë në valutë të pambrojtur nga lohatjet në kursin e këmbimit erdhi duke u përmirësuar në gjysmën e dytë të vitit të kaluar. Huamarrja në valutë është pak më e ndjeshme se ajo në lek për shkak të rrezikut që sillin lohatjet në kursin e këmbimit. Kreditë pambrojtura nga kursi i këmbimit janë ato hua të marra në një monedhë të huaj, zakonisht euro, nga subjekte që nuk kanë të ardhura në të njëjtën monedhë. Kjo do të thotë se në rast të zhvlerësimit të lekut, pagesa e kosteve bëhet më e shtrenjtë duke rritur barrën financiare për huamarrësit. Raporti i stabilitetit financiar i Bankës së Shqipërisë tregon se në krahasim me fundin e 6 muajorit të parë të vitit dhe me një vit më parë, stoku i kredisë së pambrojtur ishte 6% dhe 2% më i ulët në gjysmën e dytë të 2025-s. Kurrja e portofolit të kredisë së pambrojtur ka bërë që pesha e saj në raport me kredinë e përgjithshme dhe me kredinë në valutë të bjerë në përkatësisht 9 dhe 21%. Kjo ecuri e kredisë së pambrojtur tregon një rënje të ekspozimit të sektorit bankar ndaj rrezikut të tërthor të kursit të këmbimit dhe përfaqëson një zhvillim pozitiv si në drejtim të mbrojtjes së huamarrësve, ashtu edhe në drejtim të qëndrueshmërisë së sektorit bankar. Pjesa më e madhe e kredisë së pambrojtur në valutë përfaqësohet nga kredia për pasuri të paluajtshme, rreth 67%, dhe nga kredia për tregti me 14%. Pavarësisht se pjesa më e madhe e kredisë së pambrojtur për pasuri të paluajtshme mbahet nga individët, rritja me 12% e këtij portofoli gjatë periudhës ka ardhur nga rritja e kredisë për investime në pasuri të paluajtshme për bizneset, dhe ky zhvillim mund të ketë nevojë për një kujdes të shtuar nga ana e bankave, shpreh Banka e Shqipërisë. Raporti i kredive me probleme për kredite pambrojtura nga kursi i këmbimit ishte 3.8% në fund të vitit,
duke mos paraqitur shumë ndryshime nga periudha e kaluar. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, kredia konsumatore për individët është rritur ndjeshëm në 3 mujorin e parë të 2026, duke shënuar zgjerim në të gjitha qarqet e vendit. Pesha kryesore mbahet nga Tirana, por rritja më e fortë është regjistruar në Elbasan. Sipas dhënave të Bankës së Shqipërisë, kredia konsumatore për individët është rritur ndjeshëm në 3 mujorin e parë të vitit aktual. Në total, huat konsumatore arritën në rreth 111.2 miliard lekë nga 92.7 miliard në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke shënuar një rritje vjetore për rreth 20%. Pesha kryesore e kredisë konsumatore mbahet nga Tirana. Në kryeqytet kjo kategori arri në 60.1 miliard lekë nga 51.1 miliard në vit më parë, me rritje prej 17.6%. Kjo tregon se më shumë se gjysma e kredisë konsumatore në vend është përqendruar në Tiranë. Megjithatë, rritja më e fortë nuk është regjistruar në kryeqytet, por në Elbasan. Në këtë qark, kredia konsumatore arriti në 4.21 miliard lekë, duke u rritur me 33.6%. Pas Elbasanit rënditet Lezhë, ku huat konsumatore u rritën me 27.4%, duke arritur në 2.22 miliard lekë. Rritjet e larta janë regjistruar edhe në Durrës, ku kredia konsumatore arriti në 9 miliard lekë me një zgjerim prej 24.9%. Shkodra dhe Vlora po ashtu kanë shënuar ritme të forta rritje përkatësisht me 24% dhe 23.8%, ndërsa Korça regjistroi një rritje prej 22.6%. Në Fier, kredia konsumatore u rrit me 19.5% duke arritur në 4 miliard lekë, ndërsa në grupin e qarqeve të tjera ajo arriti në 20 miliard lekë. Të dhënat tregojnë se kredia konsumatore është zgjeruar në të gjitha qarqet e vendit, por me ritme më të larta jashtë Tiranës. Kjo tregon një rritje të kërkesës së individëve për financim për konsum, ndërsa kryeqyteti vijon të mbajë peshën më të madhe në totalin e huave konsumatore. Shtetasit e Shqipërisë dhe Kosovës do të mund të udhëtojnë pa kontrolle kufitare nga 1 maj deri më 30 shtator, si pjesë e marrëveshjes së rikthyer në zbatim mes 2 qeverive. Ky lehtësim shihet si një hap i rëndësishëm për forcimin e lidhjeve ekonomike, sociale dhe turistike mes 2 vendeve. Nga 1 maj deri më 30 shtator, në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk do të ketë më kontrolle, duke u mundësuar shtetasve të 2 vendeve lëvizje më të shpejtë dhe më të lehtësuar. Gjatë kësaj periudhe, shtetasit do mund të udhëtojnë lirshëm pa pasur nevojë të paraqesin pasaport apo kartë identiteti në pikën kufitare. Marrëveshja nënshkruar mes 2 qeverive në pranverën e vitit 2024 është rikthyer në zbatim këtë të premte, duke vijuar skemën e qarkullimit të thjeshtuar mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ky lehtësim shihet si një hap i rëndësishëm për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe sociale mes qytetarëve të 2 vendeve, veçanërisht në muajt kur lëvizjet arrin kulmin. Të dhënat e Instat tregojnë se gjatë vitit 2025 janë regjistruar rreth 4.6 milion hyrje në territorin shqiptar nga shqiptarët e Kosovës që udhtojnë për turizëm, punë apo vizita familjare. Në terma mesatar, kjo përkthehet në rreth 12.700 hyrje në ditë nga qytetarët e Kosovës drejt Shqipërisë. Një tregues i qartë i intensitetit të lartë të lëvizjes dhe fluksit të vazhdueshëm në pikat kufitare. Ndërkohë, vetëm në fillimin e vitit 2026 janë regjistruar rreth 634.000 hyrje, ndërsa të dhënat e viteve të kaluara tregojnë se periudhat më të ngarkuara janë ato të sezonit veror. Vetëm në muajin gusht, fluksi ka kaluar mbi 1 milion hyrje, kryesisht i lidhur me turizmin, pasi shumë shqiptarë të Kosovës zgjedhin Bregdetin për pushqimet verore. Ky trend tregon se lëvizja mes 2 vendeve nuk është vetëm sezonale, por një lidhje e qëndrueshme dhe në rritje, e cila pritet të forcohet edhe më tej me lehtësimin e kufive gjatë pjesës më të madhe të vitit. Qeveria e Serbisë ka vendosur të lirojë sasi shtesë të naftës nga rezervat dhe të zgjasmëtej ndalimin e eksporteve të karburantit për të mbrojtur tregun nga rritja e vazhdueshme e çmimeve. Gjatë 4 viteve të fundit, rezervat e detyrueshme të naftës dhe nën produkteve të saj u rritën në 55 ditë të konsumit mesatar ditor nga 31 ditë që ishte më parë. Qeveria e Serbisë ka vendosur të lirojë sasi shtesë të naftës nga rezervat dhe të zgjasmëtej ndalimin e eksporteve të karburantit për të mbrojtur tregun nga rritja vazhdueshme e çmimeve shkaktuar nga konflikti në lindjen e mesme. Qeveria do të lirojë 30.000 ton naftë nga rezervat, duke çuar totalin që nga shpërthimi i luftës në Iran në 65.000 ton, ndërsa ndalimi i eksporteve të karburantit është zgjatur deri në fund të qershorit. Situata në tregun global të naftës është gjithnjë më komplekse dhe sfiduese dhe nuk ka asnjë tregues se sa do të zgjasin shqetësimet, gjë që krijon presion mbi
ekonominë serbe, tha ministri e energjisë. Ne jemi përgjigjur këtyre sfidave dhe i kemi mbrojtur me sukses qytetarët dhe ekonominë tonë nga rritja e papritur e çmimeve të karburantit për 2 muaj, edhe pse masat që po miratojmë nuk janë të lehta për shtetin, pasi ato ulin ndjeshëm të ardhurat buxhetore dhe rrisin shpenzimet, deklaroi Dubravka Xhexhović Handanović, duke kujtuar se qeveria uli edhe akcizën e karburantit me një total prej 25%. Gjatë 4 viteve të fundit, rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të saj u rritën në 55 ditë të konsumit mesatar ditor nga 31 ditë më parë. Në Serbi, qeveria ka vendosur çmimet maksimale me pakisë të karburantit çdo javë që nga viti 2022. Për periudhën 24 deri 30 prill, çmimi maksimal me pakisë për naftën ishte vendosur në 219 dinar ose 1.86 euro për litër, 2 dinar më shumë se java e kaluar, ndërsa për benzinën është 191 dinar për litër, i pandryshuar nga periudha më parshme. Sipas ministres, rafineria vetme e Serbisë NIS e kontrolluar nga Rusia dhe e sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara ka rritur importin e naftës bruto si dhe prodhimin e nënprodukteve të saj në rafinerinë e Pançevës me kapacitet 4.8 milion tonë në vit për shkak të ndërprerjeve globale. Më herët këtë muaj, Departamenti Thesaret Amerikan hoqi dorë nga sanksionet për NIS për një periudhë 2 muajore, duke i lejuar kompanisë të vazhdojë të operojë deri më 16 qershor. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, paralajmëroi për pasoja shkatruese të ndërprerjeve të zgjatura në ngushticën e Hormuzit. Guterres apeloi për rihapjen e ngushticës dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të përmbahen nga veprimet që mund të minojnë armëpushimin aktual. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, paralajmëroi për pasoja shkatërruese të ndërprerjeve të zgjatura në ngushticën e Hormuzit. Në një konferencë për mediat, Guterres ofroi 3 skenar. Në skenarin më të keq, ku ngushtica do të mbetej e mbyllur deri në fund të vitit, inflacioni global do të kalonte 6% dhe rritja ekonomike do të binte në 2%. Guterres paralajmëroi se vuajtjet e jashtëzakonshme po kaplojnë, veçanërisht midis popullatave më të cënueshme në botë, duke shtuar se bota përballet me spektrin e një recesioni global me ndikime dramatike të njerëzit në ekonomi dhe në stabilitetin politik dhe shoqëror. Guterres tha se këto pasoja nuk janë kumulative, por eksponenciale. Sa më gjatë mbetet e bllokuar kjo arterie jetësore, aq më e vështirë do të jetë të përmbyset dëmi dhe aq më lart do të jetë kostoja për njerëzimin. Edhe në skenarin më të mirë, kur kufizimet mund të hiqen sot, zinxhiret e furnizimit do të duhen muaj për të rikuperuar, duke zgjatur prodhimin më të ulët ekonomik dhe çmimet më të larta, paralajmëroi ai. Rritja ekonomike globale e këtij viti do të bjerë nga 3.4 në 3.1%. Inflacioni global, i cili kishte qenë në rënje, do të rritet nga 3.8 në 4.4% dhe rritja e tregtisë globale të mallrave do të tkurret nga 4.7% vitin e kaluar në afërsisht 2%. Me disa ndërprerje domethënëse të zinxhirit të furnizimit, shtoi Guterres. Në një skenar të dytë ku mbyllja e Hormuzit zgjat deri në mesin e vitit, rritja ekonomike globale do të binte në 2.5%, inflacioni do të rritej në 5.4%, rreth 32 milion njerëz të tjerë do të shtyheshin në varfëri dhe 45 milion do të përballeshin me uri ekstreme, tha ai. Ndërsa kriza në lindjen e mesme po hyn në muajin e tretë, pasojat përkeqësohen në mënyrë dramatike me çdo orë që kalon, pavarësisht një armëpushimi të brisht midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Guterres bëri thirrje për hapjen e ngushticës Hormuzit dhe apeloi të gjitha palëve të përmbahen nga veprimet që mund të minojnë armëpushimin aktual. Rusia është shfaqur si furnizuesi kryesor i naftës në Siri pavarësisht lidhjes së qeverisë së re me perëndimin. Dërgesat e naftës nga Rusia janë rritur me 75% në rreth 60.000 fuqi në ditë përgjatë këtij viti. Rusia është shfaqur si furnizuesi kryesor i naftës në Siri pavarësisht lidhjes së qeverisë së re me perëndimin dhe mosbesimit ndaj Moskës për mbështetjen ushtarake ndaj udhëheqësit të rrëzuar Bashar al-Assad. Dërgesat e naftës nga Rusia janë rritur me 75% në rreth 60.000 fuqi në ditë këtë vit. Vëllimet përfaqësojnë një pjesë shumë të vogël të eksporteve të përditshme globale të naftës së Rusisë. Por për Sirin, ku prodhimi vendas mbetet shumë më i ulët se kërkesa, flukset e bëjnë Moskën furnizuesin dominues të naftës së papërpunuar të vendit pas rënies së Asadit në dhjetor 2024. Dinamika nxjerr në pas se sa të kufizuara mbeten mundësitë e Sirisë. Pavarësisht se doli nga lufta me prirje perëndimore, ekonomia e saj nuk është e integruar ngushtë në sistemin financiar global, edhe pasi Europa dhe Washingtoni vitin e kaluar i dhan fund sanksioneve që zgjatën dekada. Marrëdhënia me Rusinë rrezikon të tendos lidhjet me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Një zyrtar në kompaninë shtetërore të naftës siriane tha se Damasku po përpiqej të diversifikonte furnizuesit dhe deri më tani pas sukses kishte kërkuar një marrëveshje nafte me Turqinë, e cila është afërt me
qeverinë e re. Firma analizave detare Sinmax tha se kufizimet financiare, rreziqet tregtare dhe vitet e konfliktit kufizojnë aksesin e Sirisë te operatorët konvencional të tankereve, duke i lënë rrjetet e lidhura me Rusinë ndër opsionet më të qëndrueshme. Pavarësisht se qeveria rifitoi kontrollin e fushave të naftës në Sirinë lindore, prodhimi vendas mbetet i kufizuar. Fusha më e madhe e vendit Alomar në Deir ez-Zor prodhon rreth 5000 fuqi në ditë, ndërsa prodhimi total vendas është afërsisht 35000 fuqi në ditë, shumë më poshtë niveleve të paraluftës për 350.000 fuqi. Nevoja ditore të Sirisë për naftë dhe karburant vlerësohen të jenë midis 120.000 dhe 150.000 fuqi, sipas kompanisë së naftës vendase dhe zyrtarëve të Ministrisë së Energjisë, ndërsa vëllime shtesë të vlerësuara nga zyrtarët në rreth 50.000 fuqi në ditë kontrabandohen nga Libani fqinj, i cili importon naftë nga një sër burimesh, duke përfshirë Turqinë, Arabinë Saudite dhe Rusinë. Boshllëku për rreth 1/3 së kërkesës së brendshme është mbuluar nga dërgesat ruse. Evropianët mund të zgjedhin destinacione më të afërta se sa të udhëtojnë në vende të largëta në Azi dhe lindjen e mesme për pushimet e tyre verore në Francë. Një anketë e kryer në mesin e muajit mars tregoi se 71% e njerëzve planifikojnë të kalojnë pushimet brenda vendit përgjatë kësaj vere. Europianët mund të zgjedhin destinacione më të afërta se sa të udhëtojnë në vende më të largëta në Azi dhe lindjen e mesme për pushimet e tyre verore, tha një analist, pasi konflikti në lindjen e mesme mund të çojë në çmime më të larta biletash dhe frikë nga problemet e udhëtimit. Kreu i sindikatës së operatorëve turistik të Francës tha se agjencitë e përfaqësuara kanë regjistruar rënje prej 4% në shitjet e paketave të pushimeve jashtë vendit në muajin mars dhe fillim të prillit, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në Francë, një anketë e kryer në mesin e marsit tregoi se 71% e njerëzve planifikojnë të kalojnë pushimet brenda vendit këtë verë, vetëm 9% planifikojnë të udhëtojnë jashtë kontinentit. Kufizimet buxhetore janë arsyeja kryesore, ndërsa çmimi një bilete avioni për distanca të gjata është rritur më shumë se 100 euro që nga fillimi i konfliktit në Iran. Fluturimet për distanca të mesme janë prekur më pak. Linjat ajrore europiane po përballen me sfidën e tyre më të madhe që nga pandemia COVID-19, ndërsa lufta në Iran rrit çmimet e karburantit për avion, duke hedhur një hije mbi sezonin e pushimeve verore. Transportuesit e kanë përballuar kryesisht krizën në masa mbrojtëse që kanë zbutur kostot, edhe pse çmimi i karburantit për avionët është rritur me gati 84% që nga fillimi i konfliktit, por ata mund të përballen me mungesa nëse lufta nuk përfundon së shpejti. Por Willie Walsh, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Transportit Ajror IATA, tha se deri më sot nuk ka prova që njerëzit e kanë ndryshuar zakonet e tyre të udhëtimit që nga fillimi i luftës. Kërkesa për udhëtime vazhdon të jetë shumë e fortë, ka qenë fort gjatë 3 muajve të parë të vitit, tha ai. Mendoj se është shumë herët për të thënë se njerëzit do të ndryshojnë sjelljen e tyre. Walsh mbetet optimist për turizmin në Europë gjatë verës. Në këtë fazë ne presim që turizmi të vijojë të jetë i fortë gjatë periudhës së verës në Europë, përfundon ai. Qeveria italiane ka miratuar planin e strehimit si edhe vendimin që rinovon uljen e akcizës për karburantet. Qëllimi i planit të strehimit me vlerë deri në 10 miliard euro është ndërtimi 100.000 njësive banesash sociale dhe të përballueshme gjatë 10 viteve të ardhshme. Qeveria italiane ka miratuar planin e strehimit se dhe vendimin që rinovon uljen e akcizës për karburantet. Ulja pritet të zgjatet për 21 ditë, e pandryshuar për naftën në 20 cent për litër dhe reduktuar në 5 cent për litër për benzinën. Plani i strehimit është ambicioz dhe jemi të bindur se mund të gjenerojë fitime në shkallë të gjerë, tha kryeministja Giorgia Meloni. Qëllimi është të bëjmë të disponueshme 100.000 njësi banesash sociale dhe të përballueshme gjatë 10 viteve të ardhshme. Plani do të kushtoj deri në 10 miliardë euro dhe do të plotësohet nga investimet private, shtoi Meloni. Shtylla e dytë e planit të strehimit, shpjegoi ajo, është një paketë thjeshtësimesh dhe një përqendrim i burimeve për strehimin social dhe emergjencën e strehimit në një instrument të vetëm. Kjo përfshin mbi 3.6 miliardë euro burime që duam të përmirësojmë. Departamentet specifike për rajone individuale do të krijohen brenda fondit për të siguruar që burimet të ndahen ato zona. Me planin e strehimit, vazhdoi kryeministra, ne po shqyrtojmë edhe investimet private. Ajo që parashikuam është mjaft e thjeshtë. Shteti do të sigurojë që investitorët privat mund të thjeshtojnë procedurat burokratike, siç është emërimi një komisioneri të posaçëm për investimet, të cilat i kalojnë 1 miliard euro, dhe ky komisioner do të lëshojë një autorizim të vetëm. Por në këmbim, investitori privat do të duhet të garantojë që nga çdo 100 njësi që ndërtojnë, të paktën 70 do të jenë strehim social. Ne besojmë në një çmim shitje ose qiraje të zbritur me të paktën 33% krahasuar me çmimin e tregut. Pas kësaj, shtoi ajo, presojmë të bëjmë edhe më mirë. Gjithashtu qeveria po shqyrton dekretin legjislativ për pagat e barabarta për burrat dhe gratë, i cili është në pritje të miratimit përfundimtar, si dhe një dekret legjislativ për të promovuar sektorin e hortikulturës.
Pagat dhe kompensimet e tjera për drejtuesit e lartë në të gjithë botën janë rritur ndjeshëm vitet e fundit, ndërsa punëtorët kanë gjithnjë më pak para në dispozicion. 1500 drejtuesit më të paguar të korporatave në botë përfituan mesatarisht rreth $8.4 milion në vitin 2025. Pagat dhe kompensimet e tjera për drejtuesit e lartë në të gjithë botën janë rritur ndjeshëm vitet e fundit, ndërsa punëtorët kanë gjithnjë më pak para në dispozicion, sipas një analize të Oxfam. 1500 drejtuesit më të paguar të korporatave në botë morën mesatarisht rreth $8.4 milion në vitin 2025. Nëse merret parasysh inflacioni, të ardhurat e tyre u rritën me 11% krahasuar me vitin 2024 dhe me 54% krahasuar me 2019, vëren Oxfam. Llogaritjet e saj bazohen në të dhëna nga 1500 kompani në 33 vende të nxjerrë nga baza e të dhënave S&P Capital IQ. Nga ana tjetër, të ardhurat mesatare vjetore të punëtorëve në mbar botën të rregulluara sipas inflacionit në vitin 2025 ishin $17.156. Kjo shumë është rritur pak me 0.5% krahasuar me vitin 2024, por është ulur me 12% krahasuar me 2019. Ulja e numrit të njerëzve që jeton në varfëri ekstreme pavarësisht punës është ngadalësuar gjithashtu vitet e fundit. Ashtu quajtura varfëri në punë po ulej mesatarisht me një normë prej 7% midis viteve 2000-2019, por që nga viti 2020 kjo normë është përgjysmuar dhe tani nuk i kalon 3%. Lufta në lindjen e mesme dhe kriza në ngushticën e Hormuzit mund të përkeqësojë tendencat, paralajmërojnë autorët e analizës së Oxfam. Programi i zhvillimit të Kombeve të Bashkuara paralajmëroi se nëse konfirmohet skenari më i keq, 32 milion njerëz të tjerë mund të bien në varfëri për shkak të luftës. Për të adresuar këto probleme, Oxfam po bën thirrje qeverive të hartojnë plane realiste me afate kohore të qarta për të zvogëluar pabarazit. Ajo apelon edhe një herë për taksa më të larta për shumë të pasur, ndërkohë që sugjerojnë gjithashtu rregulla më të rrepta për lobimin dhe financimin e fushatave nga më të pasurit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.